shkencerisht, po më thot ai, dhe jo vetëm ai, por dhe ato shka i kum lexue, shkencerisht, edhe si pas ligjit të parë, të dytë dhe të tretë, të dinamikës, dhe ligjit të dytë të termodinamikës, objektet, entitetet në ekzistencë shkojnë gjithmonë ka çrregullime dhe kaftohja. Shkencerisht vdes, diçka nuk është i përjetshëm. Aq më shumë një qenje e gjallë, e cila logjikisht me që po lind, po thuhet se po lind diçka, është shfaq diçka, në mënyrë automatike, logjikisht vije e kundërt e saj, se që kjo shka është shfaq, do të shfaqet një ditë. Hoxh, e përmeni profa luftën, luftën më herët, luftën e tretë botërore, kisha pas shef shumë shpejt më përgjigj një 2-3 pyetje për luftën e me kalu te profa, mandej prap mori këtu për shembull, a flitet në Kur'an se populli apo kombi izraelit do të shkatërrohet? A përmendet diku në Kur'an? A besoni ju tonë këtë gjë? Po na hyn hak të dyve, se po pyet shkor. Unë nuk e di që jemi të zgjatën. Tash çfarë pyetje po pyet që me 3 fjalë zgjeri pyetjet nga hajgare, po jo e bojmë si quiz. Shqo, Kur'ani nuk flet për kësi muhabete. Hiç. Kur'ani është libër formulash, është superstruktura e një kushtetute. Ai flet me formula, ligje. Muhamedi alayhi salatu vesselam është nga renditja nën Kur'anin, i cili në fakt është elementi praktik, fizik, i implementimit të Islamit dhe Kur'anit. Hadithet e pejgamberit përmendin raste të përfundimit të ekzistencës, përfundimin e jetës, kiameti, shenjat e kiametit, dhe problemi kryesor. Problemi kryesor në Islam, jo Islamin, po në Islam është paaftësia e teologëve që ti kuptojnë fillimisht dhe ti shpjegojnë si çdohet hadithet e pejgamberit. E duke e lënë anash aspektin kohor dhe hapsinor, kur thuhet një hadith dhe pse thuhet, e marrin një hadith në mënyrë tekstuale dhe ma shpjegojnë mua me terminologjinë e sotshme, duke harruar se ai hadith është thonë për rrethana të caktuara. Këtë interpretimet e haditheve janë të shumta që flasin për Izraeli do të shkatërrohet, i lumi Allah ose pejgamberi alayhi salatu vesselam, a hin si pralla. A hin si pralla, të ke fundit Izraeli është krijuar në 48-ën. Një pyetje tjetër, domethënë shpesh herë përflitet për xhallarëve të tjerë, çdo